Së pari filloj me prezantimin e ekipit mysafir Golden Eagle Ylli. Me numër 5, kapiteni skuadrës Artin Gashi. Me numër 0, Jan Paloka. Me numër 1, Liz Shoshi. Me numër 2, Malcolm Armstead. Me numër 3, Derek Wilson. Me numër 7, Artin Shala. Me numër 10, Arjan Çalokaj. 11, William Tavares. 24, Ervin Mulaliu. 28, Imran Polutak. 55, Erton Kuqi. Si dhe kryet trajner Alesh Pipa. Proton Cable Prizreni. Me numër 32, kapiteni skuadrës Wenzel Smith Jr. Me numër 1, Jordan Johnson. Numër 4, Devil Beck. 5, Artin Gashi. 10, Erion Mija. 11, Edmond Kreziu. 15, Simi Furtko. 16, Iris Pula. 23, Rinor Shala. 42, Daryl Jordan. 55, Erion Tortula. Si edhe kryet trajner Akor Rifati.
përshëndetje të nderuar shikues e jo adhurues të basketbollit. Jemi me pamje direkte nga palestra Sezai Suroj në Prizren, ku do të jemi me duelin e xhiros së fundit të stinorit të rregullt dhe ndeshjen e fundit të skuadrës Proton Cable Prizrenit për këtë edicion, skuadra e cila tashmë dihet që do të përfundon e fundit në renditjen tabelare dhe do të përshëndetet nga Superliga në rast se nuk do të ketë ndonjë lloj ndryshimi nga Federata e Basketbollit të Kosovës. Gjithsesi për këto gjëra ka ende kohë. Sonte do të jemi me duelin e fundit të tyre kundër skuadrës së Golden Eagle Yllit, teksa po e shohim në fushë edhe pesën startuese të skuadrës Therandase. Edhe në këtë ndeshje trajneri Alesh Pipan ka mungesa, vazhdojnë të ndjekin lëndime skuadrën e Golden Eagle Yllit, të cilët sot luajnë pa Nesbitin dhe Hasan Frenqin, e në formacion janë Palokaj, Shoshi, Armstead, Wilson, Gashi, Shalja, Qalakaj, Tavaresh, Mulaliu, Polutak dhe Kuqi. Në anën tjetër, mungesa që e kanë përcjellur edhe skuadrën e Proton Cable Prizrenit dhe Arnori Fatin kanë qenë të dukshme në vazhdimsi që nga fillimi i kampionatit. Edhe skuadra e Proton Cable Prizrenit nuk është bërë rahat me lëndime, ku sfundi edhe Edmond Kreziu u lëndua dhe sot në këtë duel në fundit nuk do të paraqitet, ndërsa kapitan sot i skuadrës është Lenzel Smith Jr. Formacioni Arnori Fatit është Johnson, Gashi, Nigja, Futko Pula, Shala, Jordan dhe Turtula, ndërsa tashmë pesë startuese që po i shohim në fush, Johnson, Beck, Nigja, Shala dhe Smith startojnë tek Proton Cable Prizren. Në anën tjetër tek Golden Eagle Ylli startojnë Palokaj, Shoshi, Wilson, Gashi dhe Tavaresh. Gjithçka gati për të startuar dueli që do të udhëhiqet nga treshja e referëve Amar Gjekovic, Besim Vitaku dhe Ardi Haxhi Ajdini. Shohim teksa afrohet edhe gjyqtari kryesor Gjekovic për të startuar këtë duel, cili është në duart e Artin Gashit dhe vendovin tek Derrick Wilson. Tavaresh. Rojtje mirë Smith Jr. i cili e vjedha të shkon në kundërsoln për të realizuar pikët e para nga skuadra e Proton Cable Prizrenit, që nga viti në sezona 2018-19 ka qenë pjesë e Superligës Hirshi, definitivisht mund të themi në këto vite, sidomos viti 2021 ka qenë viti sukseseve për skuadrën e Proton Cable Prizrenit, që e ka fituar edhe Super Kupën e Kosovës, duke mposhtur skuadrën e Trepçës në finale. Gjithashtu mos ta harrojmë edhe atë sezon, pra sezona 2020-21, kur Proton Cable Prizren kishte përfunduar në pozitën e parë në renditjen tabelare. Me të vërtet ka pasur një skuadër fenomenale. Gjithsesi ishte eliminuar nga skuadra e Peës në gjysmë finale në atë sezon, se mbani mend, dhe eliminimi kishte ardhur pas një incidenti që kishte ndodhur në këtë palestër. Gjithsesi Proton Cable Prizreni ka lënë gjurmë mjaft të mira në Super League për këto vite, sa ka qenë pjesë, dhe thash më parë është diskutuar goxha kohët e fundit për ndoshta një zgjerim të ligës. Gjithsesi edhe më tej nuk ka diçka të sigurt. Më realizimin e Drilon Shaljës kundërisht ekipit të tij, teksa Wilson tenton për tre, nuk është i saktë, edhe njëherë merr atë topin tek Jan Palokaj. Wilson edhe njëherë do gjuan, kësaj radhe është i saktë, paraprakisht nuk e realizoi treshën. Për pas me 7. Lojtje e mirë tani nga Derrick Wilson, gjithsesi nuk arrinte e mban topin në brenda vijave.
Johnson. Bi humbur I Prizrenasve. Gashi. Do të tenton për 3 pika Artin Gashi realizon. Tjetër treshe e Therandazve për 10-5, teksa tenton Lenzel Smith nuk arriti të realizon. Në anën tjetër për treshe do të tenton edhe Tavares, nuk qëlloj. Topi do I takon skuadrës Proton Cable Prizrenit. Johnson. Ninja tek Shala që edhe njerë gjuan për 3 pikë, edhe njerë. Drilon Shala është I sak 2 tentime për treshe që të dyja I realizoj. Jetë nuk e lejon shkëputjen më të tjeshme të skuadrës së Golden Eagle Yllit në këto minutat e para. Paljokaj. Ka faul nga Smith. Paljokaj ndajet në gjysmë distancë. Nuk qëllon, I larti në kërcim Shala. Jordan Johnson. Dhe në fund shkon nuk arriti të realizon. Sterlbeck të e përmirëson gjithsesi. E ka prekur topin Liz Shoshi. Pikët do të pranohen. Vjen barazimi në 10-10. Kur kalojnë 4 minutat e para, Artin Gashi edhe një tjetër treshe në super form Artin Gashi. Kapiteni I skuadrës e Golden Eagle Yllit 2 treshe edhe prej tij. Smith, nuk shko pasimi, I vëmendshëm Liz Shoshi I cili Gjel Tavares shkon deri në fund realizon daljet edhe me personale. Do t'jetë edhe në vjenë e gjuajtje së lirë Tavares. Katër pikë të ti. Përsa edhe njerë Golden Eagle Yllit shkëputet në +5. Qëllon edhe nga vija e gjuajtje së lirë. Për 10-16. Shpejt e rikthen avantajën skuadra e Golden Eagle Yllit. Sterlbeck deri në fund shkon, realizon. Wilson tek Paljokaj. Gashi tek Tavares. Jan Paljokaj. Artin Gashi edhe njerë gjuan, nuk qëllon Liz Shoshi është në vendin e duhur. Me larti në kërcim, në topin tek Paljokaj. Jan Paljokaj. Pa presionin. Në sekundën e fundit të aksionit gjuan Tavares nuk arriti të realizon. Lenzel Smith, deri në fund arrin të qëllon. Lenzel Smith Jr. 14-16. Edhe njerë nuk I lejon Proton Cable Prizreni shkëputjen e skuadrës së Yllit. Përësisht që krijoje përsi prej 6 pikëve, vijnë pikët e Jan Paljokajt, ishte dyshe ka shkelur vijen. Pikë të para të Paljokajt. Johnson. Smith. Gjysmë distancë dalet, nuk është I sakt. Me gjithatë Sterlbeck edhe njerë në vendin e duhur. Edhe njerë shkrihet në 2 avantajë.
Gashi në kosh, nuk arriti të realizon parën, por e merë dhe njerë vetë kërcimin për të përmirësuar. Pika e 8 e ti, lojtari me daluar në fush tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Smith Gjuan nuk është i sakt, topin e duart e Tavares, i dy fishuar lirohet. Palukaj do të tenton për një treshe. Nuk ishte i sakt Jan Palukaj. Mbetej 16-20, kur janë edhe 3 minuta 13 sekonda deri në përfundim të çerekut të parë. Smith, deri në fund shkon Lenzo Smith, edhe njerë qëllon pika e 6 e Lenzo Smith. Isa Gashi luan 1-1 me Shalën, nuk ishte i sakt. Nigja, 3 pik Gjuaner, ja, Nigja realizon treshe. 21-20, rikthehet e përsia në anë në skuadrës së Proton Cable Prizrenit, kur po i afrohemi fundit të çerekut të parë të ndeshjes. Derek Wilson ka personale ndaj tij. Shojmë edhe njëherë momentin e personales ndaj Derek Wilsonit, teksa në lojë është Pollutak në vend të Les Shoshit, gjithashtu edhe Arjan Qallaku në vend të Jan Palukajt. 2-19 në përfundim të çerekut të parë. Wilson do ta rikthen topin në lojë. Tavares blokohet, top i vjedhur i Prizrenasve, rikthen top Nigja tek Terwell Back, i cili realizon në kosh. Mjaft i nervozuar Arpno Rifati, që nuk pati personale aty në kosh. 23-20. Pollutak kohet nga Drilon Shala, i cili shkakton personale. Ne shohim edhe njerë nga plani i dytë Shala. Eksa 2 të lira do t'jem për Imran Pollutak, i cili gjithashtu mungoi disa ndeshje për ekipin e Golden Eagle Yllit. Se tani gjithçka në rregull është me të. Teksa përmenda në fillim mungesat vazhdojnë ta përcjellin Yllin, ku Jalen Nesbit nuk është në formacionin e skuadrës sonte, nuk është as French. Shala për 3, i shkurtër, merr top Lenzo Smith dhe kthen tek Terwell Back që realizon e ka personale kësaj rave. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë Terwell Back, teksa kontrolin e ndeshjes e merr skuadra e Proton Cable Prizrenit në këto momente që ka krijuar e përsi prej 5 pikëve. E përsin më thellë pati Ylli në +6. Mbetët i shkurtër Terwell Back në tentimin e tij nga vija e gjuajtjes së lirë, më pak se 1 minutë e gjysmë deri në përfundim të çerekut të parë. Tavares tek Pollutak. Derek Wilson Gjuan për 3. I shkurtër mbetët luftë për atë top, i cili përfundon në këto momente në duart e Jordan Johnson. Lenzo Smith deri në fund realizon edhe kësaj radhe. Ka personale për të, do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Tavares e ka ndalur me personale. Vazhdon shkëputja në skuadra e Proton Cable Prizrenit, +7 tashmë. E realizon edhe gjuajtjen e lirë Smith Jr.
Është tepërsia më e thellë e krijuar sonte prej 8 pikëve 28-20. Qallaku. Deri në fund Arjan Qallaku ka personalet të jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Qëllan Qallaku në tentimin e parë, pikë të para për të. Saktë është Qallaku. Edhe në të dytën 28-22, kur tashmë kemi hyrë në minutën e fundit të çerekut të parë. Jordan Johnson. Nigja. Kur Shalja e kthen topin tek Jordan Johnson që realizon për 3 pikë. 31-22, lojë më e mirë e Proton Cable Prizrenit në këto momente. Më ka krijuar ebërsi. Qallaku gjuan për 3 për të përgjigjur, nuk është i saktë. Shalja merr top. Lenzo Smith ndalet. Ka personale nga Gashi. 8 sekunda do t'janë deri në përfundim të çerekut të parë. Skemi fundit takon ekipit Proton Cable Prizrenit, që ka e përsi prej 9 pikëve tashmë. Johnson tek Smith. Lenzo Smith, lëvizje e bukur. Terrell Beck blokohet pastër nga Polutak e Wilson. Nuk ka pikë në këtë aksion për ekipin e skuadrës Proton Cable Prizrenit, teksa po shohim diskutimin e Arnoj Fatit me Amar Gjekovicin, i cili po ja shpjegon në gjas rastin e fundit janë duke diskutuar. Gjithsesi, Ylli pati një lojë më të mirë në minutat e para, pati edhe përsi prej 6 pikëve. Gjithsesi, skuadra e Proton Cable Prizrenit përgjigjet me lojë më të mirë në minutat e fundit të çerekut të parë, duke marrë edhe përsim prej 9 pikëve ekipi Prizrenas. Pas këtyre 10 minutave të para tek Proton Cable Prizrenit, tashmë Terrell Beck i ka realizuar 10 pikë, 3 kërcime, 9 pikë ka Smith Junior. Në anën tjetër tek Ylli më i miri është Artin Gashi me 8 pikë, 7 tjera i ka shkruar Tavares. Rikthehemi pas pak me çerekun e dytë. Starton edhe çereku i dytë me topin e parë për luajnë Prizrenasit. Shala kthen topin tek Terrell Beck. Johnson, i cili tenton për treshën nga një largësi e madhe, nuk arriti të realizon në lojë edhe Malcolm Armstrong tashmë vend të Derek Wilsonit. Paloka e gjen Polutak në kësh, sistemi bukur për të realizuar Imran Polutak. Mbrojtje mirë tani e janë Palokajt. Palokaj vet deri në fund shkon për qëlluar. Shpejt përgjigjet skuadra e Golden Eagle Yllit me 4 pikë eksprese.
Nigja gjuan për 3, nuk është i sakt. Topi në duart e Malcolm Armstead. Pajlokaj tek Qallaku. Arjan Qallaku vetë deri në fund, nuk qëllon. Jordan Johnson. Në mesin e 3 lojtarëve e humbë normalisht atë, teksa Jan Pajlokaj deri në fund nuk qëllon. Arjan Qallaku e ka marrë topin. Ka personale në kësh nga Jordan Johnson, e shtyu Jan Pajlokaj në... E shojmë edhe njerë, ky ishte momenti i personales Jordan Johnson. Pajlokaj. Polutak, vetët i shkurtër. Mani topin Prizrenasit. Jordan Johnson. Veç kondere në fund. Këtë në duelin me Armsteadin. 33-26. Armstead bukur tek Polutak që shkon deri në fund. Asistemi bukur i Malcolm Armsteadit për Imran Polutakun, i cili edhe njerë është i sak. Pika 4 e ti për 33-28. Terrible back në anën tjetër, sonte në disponim, realizon edhe njëherë. Dhe edhe njëherë daljet me personale nga Imran Polutak. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë, 12 pikë për Terrible Backun, i cili nuk e ka qëlluar një gjuajtje të lirë që e ka pasur më parë, ndërsa ka marrë dhe 3 kërcime. As kësaj radhe nuk është i saktë, mbeti 12 pikë të realizuara, 35-28. Vazhdon të ruaj avantazhin skuadra e Proton Cable Prizrenit, teksa e pam personaljen në sulm të Jan Pajlokajt. Ljovizi në atë blok. Pam edhe Aleš Pipanin, i cili definitivisht ka bërë mrekullim me skuadrën e Golden Eagle Yllit. Skuadrë kjo e cila nuk po jeste asgjë gjatë këtij edicioni, ndërsa vjen treshja në këto momente nga Terrible Back, 15 pikë të tij, krijohet dëbërsia prej 10 pikëve Proton Cable Prizreni, 38-28 derisa realizoi Polutak në këto momente. Nuk po arrinte ndalin Terrible Backun lojtarët e Golden Eagle Yllit, teksa nuk ka realizim kësaj radhe. Topin mysafirët Armstead. Dëgjuan edhe ai për treshe, realizon Malcolm Armstead. Teksa e përshëndet edhe Jordan Johnsonin paksa. Si zakonisht e njohim Malcolm Armsteadin me komunikimet e tij me kundërshtarët. Nuk arrin Terrible Back të mban brenda vijave top. I vendasve 38-33. 6 minuta i gjysmë deri në përfundim të pjesës së parë. Vazhdon negocja në anën e skuadrës Proton Cable Prizrenit. Polutak. Qallaka i gjuan për 3, nuk është i sakt. Topi në duart të Terrible Backut, Jordan Johnson niset në kundër sulm. Blokohet Jordan Johnson. Vetëm të me njerë nga Johnson. Nuk qëllon treshën. Pajlokaj deri në fund shkon. Realizon Jan Pajlokaj, teksa kemi time-out të kërkuar nga Arnor Rifati. 38-35, 5 minuta 20 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Proton Cable Prizreni
pati shkëputje deri në plus 10. Lojën e mori në dorë që ishte në 3 minuta e 40 sekonda, më falni, para se të përfundon 10 minutë i parë dhe pati një seri fantastike prej 15-2, ku arriti të marrë avantazhin teksa në këtë çerek të dytë u krijua dhe përsia prej 10 pikëve 38-28. Gjithsesi përgjigjja erdhi tani edhe nga skuadra e Golden Eagle që ka shkruar në 3 avantazhe. Me një time-out kërkoi trajneri Arnari Fati. Do shohim si do të rjedhë në vazhdim ky duel. A do të ketë forcë skuadra e Proton Cable Prizren në këtë ndeshje në fundit të këtij edicionit të rregullt t'ja ndalë serinë e fitoreve atyre që po shkëlqejnë në këtë momentum Golden Eagle Yllit, që pavarësisht problemeve, mungesave dhe të gjitha pengesave që po ju dalin përpara, nuk kanë të ndalur Therandasit. Me të vërtet kanë pasur paraqitje fenomenale duke i mposhtur të gjitha ekipet pretendente. Radhazi dhe jo rastisht e kanë dëshmuar këtë, ndërsa po shohim në një pjesë të parë ku Proton Cable Prizreni po vazhdon të mbajë avantazhin. Do të shohim a do të arrijë të marrë ndonjë fitore eventuale. Vijnë pikët e Smith Junior, i cili ndalet edhe me personale. Shohim lojën 1-1 të tij me Palokajn, teksa me njëherë është dyfishuar nga Qallaku dhe personalja. Kthehet e përsia prej 5 pikëve, ndërsa ketë edhe një gjuajtje të lirë Smith Junior. E qëllon edhe gjuajtjen e lirë. 21-35 pika e 10 e Smith Junior, lojtari 2 me pikë dyshifrore tek Proton Cable Prizreni. Qallaku deri në fund shkon mbrojtjen në Gjomenze. Lejt realizon gjatë atij depërtimi. Jordan Johnson. Në tem për 3 nga Shala, i cili edhe njëherë është i sakt. 4-3 për Trishe, drilon Shala. Pika e 9 të tij, teksa i ka marrë dhe 7 kërcime. Polutak. Gjuan variti të realizon. Lenzo Smith e shpërthen gjithë mbrojtjen e skuadrës së Golden Eagle Yllit, por nuk arriti të realizon. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. 2 lira kësaj radhe për të, teksa shohim të kthehet në lojë Liz Shoshi tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Polutak do të ulet. 24-37. Qëllon edhe njerë Smith. Pika e 13 të tij. Teksa nga vija e gjuajtjes së lirë është 3-3 sakt. Vazhdon të jetë 100% i sakt, 14 pikë për të. Edhe njerë skuadra e Proton Cable Prizrenit rikthen e përsim prej 9 pikëve, 26-37. Artin Gashi gjuan për 3, realizon Artin Gashi. Pika e 11 e kapitenit më i dalluari në fushë tek Golden Eagle Yllit. Shkria në 6 edhe njerë avantazhin. Shala tek Johnson. Smith. Bukur tek Terrell Beck në kosh. I sakt Beck. Funksionojnë perfekt Beck e Smith sonte. 17 pikë të Terrell Beckut. Liz Shoshi rikthen topin tek Artin Gashi që gjuan nga gjysmë distanca, nuk është i sakt. Shala është me i lartë në kërcim, por është ndalur me personale nga Qallaku. Tashmë skuadra e Golden Eagle Yllit është në bonus. Të jenë 2 të lira për Shalën, cili ka 9 pikë, 8 kërcime, 2 asistime deri më tani. Ne ka mundësinë që të rikthen edhe njëherë përsim prej 10 pikëve. E qëllon të parën.
Pika 10, lojtari 3 me pik 2 shifrore tek skuadra e Proton Cable Prizrenit. I sakt edhe në të dytën, 50-20, edhe njerë plus 10 Proton Cable Prizrenit. Tashmë kemi hyrë në 4 minutat e fundit të pjesës së parë të kësaj përballjeje. Palokaj tek Armstead gjuan për 3 nga një largësi e madhe, nuk është i sakt, Nigja ishte aty. Lenzo Smith blokohet pastër nga Artin Gashi, kundërsol Arian Qallaku mbetet i shkurtër. Teksa Nigja ka luajtur i fundit, të kemi zëvendësim tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Artin Gashi ulet Polutak rikthehet tashmë me 2 qendrat në lojë, trajneri Aleš Pipan. Polutak e shoshi Palokaj. Deri në fund Jan Palokaj, bukur debërtimi i tij. 50-42. Smith. Blokohen nga Liz Shoshi, e rikuperon gjithsesi ato Terwell Beck. I sakt edhe një herë Terwell Beck, fantastik, 19 pikë sonte. Teksa i ka realizuar 9 nga 11 tentimet, vetëm 2 herë ka huqur në kësh. Tashmë edhe mbrojtje e mirë e skuadrës së Proton Cable Prizrenit, Jordan Johnson. Bukur ato, Peri kthen Lenzo Smith tek Driljan Shala. Perfekt po funksionon Proton Cable Prizreni. Kur janë 2 minuta e gjysmë deri në përfundim të pjesës së parë. Palokaj për 3, nuk është i sakt, luft për atop, të cilin e fiton edhe një herë Terwell Beck. Nigja. Jordan Johnson. Jordan Johnson. Betet i shkurtër, Polutak e merr ato në kundërshton Jan Palokaj. Deri në fund shkon Palokaj, realizon. Për 54-44. Smith edhe një herë qëllon. Kemi time out të kërkuar nga banka e Golden Eagle Yllit, 1 minutë 41 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Proton Cable Prizreni pa e kontrollon edhe më tej duelin. Të ishën 3 minuta e 40 sekunda deri në përfundim të qerekut e parë dhe ajo seri prej 15-2 i dha e përsin ekipet Prizrenas, teksa edhe në këtë qerek po kontrollojnë gjithçka. Pra ishte plus 9 në fund të qerekut të parë, ndërsa tashmë vetë se kanë thelluar e përsin. Pra përsia prej 12 pikëve ishte maksimalja kjo, sa është në këto momente për 56-24 për ekipin e Proton Cable Prizrenit. Perfekt, Terwell Beck me 19 pikë, 6 kërcime. Lojë fenomenale, po shfaqen edhe Lenzo Smith me 16 pikë, 6 asistime, si edhe Driljan Shala, 13 pikë të tij, nërsa i ka marrë dhe 8 kërcime dhe i ka bërë edhe 2 asistime. Është në time out të kërkoj trajneri Aleš Pipan. Nuk po esin gjërat mirë për skuadrën e Golden Eagle Yllit në këtë qerek. Kjo është ndeshja e fundit e stinorit të rregullt dhe për një pozicion sa më të mirë në renditjen tabelare. E dim që skuadra e Yllit po e kërkon pozitën e 4 në renditje tabelare. I duhet patjetër kjo fitore. Gjithsesi, gjërat po ecin mirë për Prizrenin. Lenzo Smith. Jordan Johnson gjuan për 3. Nuk është i sakt edhe njerë Lenzo Smith në vendin e dur. Jordan Johnson blokohet nga Liz Shoshi.
Jan Palokaj dalet me personale. Në vjen e gjuajtje së lirë. Realizon Palokaj. Realizoj Palokaj. 56-46 tashmë kemi hyrë në minutën e fundit të pjesës së parë. Shala. Të deri në fund, drilon Shala. Në disponim të mirë sonte 15 pikë të tij. Vetëm 2 herë ka huqur nga loja. Teksa Pollutak realizon në kosh. Për të përgjigjur do ta kemi edhe një tjetër timeout të kërkuar nga banka e Proton Cable Prizrenit. Kur janë 39 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Rikthehemi pas këtij timeouti. Pra 39 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. 58-48 përsi prej 10 pikëve. E Proton Cable Prizrenit. Jordan Johnson realizon treshe. 61-48. Gjithçka po ecën mirë për skuadrën e Proton Cable Prizrenit. Tashmë sekundat e fundit të pjesës së parë. Armstead tek Shoshi. Sekundat e fundit Gjuanlis Shoshi realizon 61-50 pas 20 minutave të para. Lojë më e mirë e skuadrës së Proton Cable Prizrenit, të cilët e marrën kontrollin që nga 4 minutat e fundit të çerekut të parë, kur me seri prej 15-2 u shkëputën në +9 e më pas e ruajtën avantazhin gjatë çerekut të dytë, duke krijuar edhe e përsin më të thellë deri në +13. Lojë fenomenale Terrell Bekut me 19 pikë, 6 kërcime. 16 pikë, 7 asistime nga Lenzel Smith e 15 pikë, 8 kërcime nga Drilon Shala tek Proton Cable Prizreni. Në anën tjetër tek skuadra Golden Eagle Ylli 12 pikë nga Jan Palokaj e 11 është nga Artin Gashi. Shkojmë me disa minuta marketing për të rikthyer me pjesën e dytë.